duhet çdo ditë një banor i Miliskajës duke gjinit të ri për me kalu nga fshati vet për me shku pjesën tjetër. Në rast se këtu nuk ke makinë, nuk ke se ku kalon, sepse është komplet pjesa e zone është totalisht përmbajtur. Situata është e tillë edhe pse koha po rregullohet dhe nuk po bie shi. Këtu pas një ka qenë një familje, që është përmbytur totalisht dhe janë largu nga shtëpia. Ndërkohë me bisedën që po bëjmë me banorët, gjëja e gjallë është sistemu në shtëpia tjetër. Ndërkohë kjo është rreth lagje, siç e shikoni. Ka bërë gjëja e gjallë. Kjo është nga uji. Familja është bërë kolosal kjo që ka ndodhur. Sepse është përmbyt stalla brenda. Pra kemi pjesë sipër, i pjesë me marrë dhe mile gjona, se nuk kanë lytë këtë mile njësër për ato të në dule me i makinë të mikut të ne kanë bashkë. Po sa ditë keni kështu? Unë 5 ditë. Që jeni përmbytur dhe ka hyrë uji brenda? Po, jena konë, unë jam Po këto i keni televizore, këto i keni shkuar? Jo, janë prish me janë prish këtu, ha? Janë prish. Shife ku ka diku. Pra, deri këtu ka qenë niveli ujit. Po, e kena matë diku. Kena matë. 2 djemë kemi, se 30 vjetë të punojë dhe qëre. Qatë pajsh. Për zotë, pëse s'jam mërzit, kisha gjallë e një dhe shpia shpirti. Po që e gjallë. Pullat më kanë ngorë. E pash se i pull ishte ngorë dhe ty. E pull, pe i ka marrë ujit. Po drita keni pas? Ja. As keni drita? Ja, s'kam drita. As tani s'ka drita? Ja, s'kam drita. Ja, ta shikojmë. Qëre djej ku ka. Ja, s'kam drita. Ska energji elektrike, sa ditë keni për energji elektrike? Unë s'kam shush nejt hanën, qëftë marrë të njësë. Këtu jemi në qendër të fshatit Miliska. Ky papanon që shikoni pas shpirës time shërben dhe si kish për banorët. Kjo është fusha futbollit që ka ndërtu kisha, ndërkohë pjesa tjetër e fshatit është e përmbytur, patjetër. Gjithë territori përmbytur, si që shikoni. Pra, kjo është metët që kanë cilë në rrugë. Kjo është rruga që të shikon për ato. Kjo është rrugë shtëpia dhe. Po të bajtën e keni cilë nga shtëpia? Po zara ka me tu ka pa kurtu i kërë. Po gjone gjone. Një dhe kam qatjet ta, tjeri një kena qatjet të i pisori qatjet, i qatjet i ka borë, se sa pa të njërë, kanë gort, po të pjesa tjetër i kanë shpëtuar tani për to. Ne uji ka shumë. Keni fut dendje të gjeni një vete që mos jenë nuj. Pra ke fut paleta dhe kështu, dendje barë. Bravo qoftë e doktrinën që ke bërë. Dy galete kjo. Do më thënë qingjet i keni vaksinu dhe i herë. Stop. Nga lakshia, nga uji. Nga lakshina normalisht. Të ka qenë tana i uji. Kjo është arginatura. Kuj ditesh? Erdit me parë ka turistik. Dola me ta në ty, i thashë nuk qatë pushë e gjurë. Smujti, e la. Ja, ka marë të ty.
Nderuar miq, mirëmbrëma, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë transmetim të drejt për drejt në televizionin Fox News, në emisionin e përjavshëm nga Kalaja, i pari për këtë vit të ri. Lejoni t'ju uroj dhe një vit mbar, pavarësisht se është data 14 janar, gjithsesi bashkë jemi takuar në këtë ekran. Shqipëria është në pushtetin e ujit. Lutjet nuk i takojnë më qeverisë, por i takojnë Zotit, sepse qeveria i ka lënë njerëzit përmbytën. Keni parasysh që mbi 5 qarqe në Republikën e Shqipërisë janë përmbytur, situata duket tani më pak nën kontroll, por më mirë se askush tjetër këtë gjë e din banorët. Banorët cilët janë të rrënuar nëpër fshatra, kanë humbur orenditë e tyre shtëpiake, kemi një jetë humbur në qarkun e Durrësit, pikërisht në qytet, në një 54 vjeçar ka humbur jetën, pavarësisht se bashkia e Durrësit u mundu ta zhduk si ngjarje dhe të thotë sikur ai e kishte humbur jetën jashtë orarit punës, ndërkohë që zotëria në fjalë u gjet nga persona të tjerë në ujë. Ndërkohë nga ana tjetër, gjëja e gjallë ka qenë shumë problematike, kanë ngordhur shumë bakti, janë ftohur, janë vaksinuar. Probleme tjera ka pasur me tokën bujqësore, toka e Grurit, ku ju e pat edhe insertin, i referohet të fshatit Miliska në njësinë administrative Thuman, bashkia e Krujës, ku unë e kam ndjekur vetë bashkë me aktivistin Maringlen Doçi. Ndërkohë nga ana tjetër, siç ju thash, ne ditën e sotme do të mundohemi të bëjmë një skaner të përmbytjes, të post-përmbytjes, por edhe të përmbytjes tjetër që pritet. Kujdes, nuk ka mbaruar asgjë. Këtu jemi vetëm në përmbytjen e radhës. Qeveria nuk ka asnjë perspektivë, nuk ka marrë asnjë masë që të parandalojë përmbytjet e tjera. Për diskutuar për këtë çështje, unë kam zgjedhur 3 përfaqësues të qarqeve dhe një profesor, i cili do të na shpjegojë pse përmbytet Shqipëria. Dhe a ka një mundësi që të mos përmbytet Shqipëria? Pra do merrem me shumë pyetje të thjeshta të sotme. Por me 3 persona të tjerë do merrem me dëshmitë nga terreni, janë njerëz që kanë qenë në terren dhe kanë parë nga afër përmbytjet. Njëri ka qenë aktivist në qarkun e Durrësit, ka organizuar dhe protestë para bashkisë, ai është përmbyt dhe shtëpia e tij në pjesën e Durrësit të ri. Mirëmbrëma shoqëri mirëtolari, faleminderit që jeni me mua sot. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Të përgëzoj për punën që ke bërë. Në krahun tim djathtë kam zotin Maringlen Doçi, aktivist qarku i Lezhës i përmbytur. Maringleni ka qenë vetë në Lezhë, por më shumti në Kurbin, por ka qenë edhe në bashkinë e Krujës. Mirëmbrëma Maringlen, faleminderit që jeni me mua sot. Mirëmbrëma Olon, faleminderit për ftesën. Për të folur për përmbytjen në qarkun e Fierit kam dhe në Myzeqer, më shumti në Lushnjë, kam zotin Sevin Serjani. Mirëmbrëma Sevin. Faleminderit që jeni me mua sot. Dhe kam pa diskutim një entitet të gjallë, duhet thënë, edhe një emër pa diskutueshëm për të na shpjeguar pse përmbytet Shqipëria nga ana edhe teorike, patjetër po edhe praktike, profesor Sazan Guri. Mirëmbrëma profesor. Faleminderit që jeni me mua sot. Profesor, do doja ta nisja me ty, sepse sigurisht që ky problem po kthehet tani mod në Shqipëri. Nuk kemi një përmbytje edhe këta. Unë i kam gjumë me vëmendje sinoptikanët. Nuk është se kam thënë që ka ra nami, shi, etj. Ç'është kjo histori honë? Unë kam thënë prekorisht, por më vjen mirë në këtë lloj përfaqësimi që keni në emision, dhe që në përgjithësi unë flas gjithmonë në fund gjë të tjerë, por me të vërtetë ja vlen të bëjmë një sinoptik, quhet, të bëjmë një përshkrim të shkutër, që kemi të bëjmë një përmbytje që është alla natyrore apo është një përmbytje alla institucionale. Dhe unë mendoj që si gjitha rastet e mëparshme, edhe kjo nuk është përmbytje natyrore, ose nuk është fatkeqësi natyrore, për faktin që sot dihen edhe gjoj institucion shqiptar, gjoj qeverisje shqiptare ka me dhjetra, me qindra harta të ne themi harta të gjeorrezikeve, që do të thotë një rishqitje internet, një përmbytye, të gjitha këto janë parashikuara në shkencën shqiptare të paktën në to 70 vjet e fundit. Dhe në momentin që çdo gjë dihet për nga matjet, për nga sinoptika, për nga sasia e rreshjeve, për nga numri i orëve me rreshje, edhe ti sot ndodhe përballë faktit që në Durrës për 5 orë të para ti u përmbytet. Ndërkohë në Vlorë e përmbytur me disa orë përsëri në stinën e verës, më shumë. Ndërkohë në Berat e përmbytur para 2 muajsh që nuk ishin shqira që thotë ndonjëherë rulli qielli, ose run cats and dogs, qenë dhe mace, kanë anglezë një shprehje. Një shprehje që vjen shumë domethënë. Ishte një shi shumë mesatar, shumë normal. Shumë normal, nuk kishte edhe ditë në diell, ishte ato 5 orë e para që ra me rëbesh, natën, ditën e parë, dhe ti u ndodhe përballë një fatkeqësie që në duke ose për të justifikuar veprimet e qeverisë i vënë emrin fatkeqësi natyrore. Jo.
as pak për mua dhe. Sepse çfarë tregon mbytyja për mbytyja? Tregon gabimet qeveritare, gabimet institucionale, dhe të institucionale do të thotë që jo se këtu ka institute me përshtim të institutit gjeoshkencave, pra një kishin shkruar institute tur, profesor. Kishin qenë 52 institute për këto çështje, shumë i kanë shkruar. Me përshtim të një po them dhon, pikërisht pra që ata mos të kenë situatën të menaxhuar nga pikpamja teknike, shkencore, në kontroll. Po pse? Po sepse nëse ai s'ka institucion shkencor, dhe ka pikërisht kompanitë që ai e bën tendrin kollaj, ai e bën mendimarrjen kollaj, ai nuk ka kanë pas një vend ku me vjet edhe këtë. Po patjetër. Ora, mos është në gjë për zonë shqiptare kjo. Po patjetër. Aty do vemi, po unë do të lejoj kolegët dhe shokët e mi. Jo, duj një sentencë parë. Atë sentencë e parë është kjo. Për shembull, kur ishte Instituti i Naftës, që bënte të njëjtat studime paralele me kompanitë e huaja, kontrollohesh sa bën burime, sa naftë vjen Shqipëria, ku gaboni huaj, e hoqi këtë institut. E njëjta gjë me gjitha institucionet që ju po thoni, po aq kanë qenë 52, 53, që kontrollonin teknikalitetin. Shumë drejt, pra, aq kanë qenë. Instituti i ujrave, Instituti i hidrologjisë, Instituti i ndërtimeve, Instituti i mekanikës, Instituti numër 6 i topografisë më vete gjeodezie. Ti nuk i kemi me këto dhe. Edhe këto përqendrohen disa kompani, që thuhet tash i rëndom 15 kompani të mëdha oligarkësh. Po le të lëm termin oligark, 15 kompani që gjoja i kanë në përbërjet vetë ato mikrozyrat, ndërkohë që ata kanë lidhje direkte me një person, vetëm një person nga bën këtu. Të tjerët janë ushtarë. Kush është ai? Ai quhet ai. Kemal. Se kanë frikë të meme, por vetëm ai e ka që imagjinoti që të gjitha kanalizimet u përqendruan në dorën e një zonje të hekur që quhet Instituti apo Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Po. Pra, të gjitha kanalizimet ti i thua Bashkia e Durrës, me drejt bëri protestën para bashkisë. Po Bashkia e Durrës nuk ka më kanale, s'ka më kanalizime, nuk ka më hidrovor si përpara. 2 hidrovor, urdhoni, ndërpritëm, s'ka problem. Po, urdhoni. Kaq kisha problem, flas prapë, urdhoni. Duhet ta sqarojmë pak se këta kanë bërë një gomarrëllik shumë të madh, duke ndar menaxhimin e kullimit të qytetit në 3 drejtori. Shumë e drejtë. Ku bordi i kullimit, që është varësi të Ministrisë Bujqësisë. Bujqësisë, po, është UKD-ja që merr vetëm me kanalizimet e ujrave të zeza. Që tani me këtë agjencinë e madhe që kanë bërë këtë, se duan të shmangin vjedhjen e madhe që kanë ndodhur, e kanë më tepër në varësi të Ministrisë të Infrastrukturës, dhe në Durrës është një ndërmarrje rruga e cila është përgjegjëse për hidrovorin edhe për kanalizimet e ujrave të bardha. Tani, duke shpërndar këtë në 3 drejtori të ndryshme, nuk ka zgjidhje. Se ndoshta edhe ta nuk bashkëpunojnë me një tjetër, po s'ka përgjegjësi, pa përgjegjësia ajo, ka përgjegjësi këtu, m'fal. Jo, ka, edhe ta them unë kush përgjegjësia, përgjegjësia është qytetari. Që edhe ato me dorinë atë që natyrisht është gabim. Po që ky që ka ai personi më i madh që pas ka problemin, edhe e dyta kanë ndërtuar në zona vulnerabël, tha KM-ja, ministri. Do të thotë që qeveria mund të ndërtojë në këtë zona, kurse qytetarët jo. Do të ta ndërtojnë ku duan ta, kurse ne jo. Tani problemi trego pak situatën në Durrës. Bëj një skaner të qarkut Durrësit, ke qenë person aktiv, të shpërmbyt shtëpia jote, ke kontakte me njerëzit, je organizatori protestës, jepi tani se ke momentin për me na tregu si është situata. Olon, duhet të theksojmë që këtu të gjithë njerëzit që kam takuar dhe kudo të shkosh të pyesësh ton, është era e parë që përmbytemi në këtë lloj mase. Pse? Në lloj niveli. S'kishte ndodhur kurrë më përpara. Nuk kishte ndodhur. Gjithë po ti pyesësh nuk të thot asnjë që ka ndodhur më përpara. Përmbytjet kanë nisur vetëm këtë vitin e fundit. Dhe çfarë përkon tani me këtë vitin e fundit? Përkojnë 2 ngjarje shumë të rëndësishme. E para, që është fikur hidrovori i vjetër dhe është ndezur hidrovori i ri, i cili siç duket nga gjitha faktet nuk ka punuar, pavarësisht propagandës që hidrovori i ri nuk ka punuar. Po nuk ka punuar, nuk ka funksionuar ashtu siç duhet, pra. Se tani nga inxhinierët me ato që jam konsultuar unë dhe që më kanë thonë, më kanë treguar disa faktorë, sepse këtu nuk ka vetëm një faktor në zhvillim. Porti që ndërtohet në Durrës, që është një problem i madh tjetër. Porti Dubai Durrës, porti më i vjetër në botë, porti i parë në botë, Durrësi. E ndron, po ajo zona atje që po ngrihet, po ti ishte e përshtatshme aty, nuk dini ta ngrini këta, i lire romake më parë. Po e bëj me të vogël dhe i ka zënë frymën hidrovori të vjetër. Dhe hidrovori i vjetër që thotë zoti Shigjyri që nuk që Durrësi u mbyt për herë parë, sepse njeri i riu 20 milion
dikush më thatë e ke gabim profesor 36 milion. Po Po bashkë të me dalem. sistemin e kanalizimeve. Po, edhe ai ishte më i lartë se norma, nuk e kapte ujin të binde në punë pompën, i riu, i vjetri kishte një zonë portuale përpara dhe nuk lejohej që mbetjet që merrte të pista kanali, vazhdo të shit, të hidhte në portin e tij. Tani faktori i dytë që përkon pikërisht me këto përmbytjet është bërë me mbylljen e 2.6 kilometrave të kanalit të lartë të ujrave të larta, që mbledh ujrat e Kodrës Durrësit, edhe nuk është. Po këtë ka dalë me deklarat kryetaria e bashkisë zonja Mirjana Sako si një investim jashtëzakonisht shumë të madh që do bonte një park park për të shëtit njerëzit midis varrezave. E kuptoni ju? Mbyllim një kanal, ta bëjmë zonë rekreative tek varrezat e qytetit për dalë shëtitje, e kupton? Po nuk e di ku është qëllimi realisht, po ai kanali është 7.2 kilometra i gjatë. Këta 2.6 e kanë mbyllur për të bërë këtë parkun dhe mirë që kanë mbyllur, po edhe kanë ngushtuar. Tani këto ujrat e Kodrës, të cilat do vinë me një shpejtësi dhe me një densitet më të madh, sepse ai ishte parashikuar ndoshta edhe për të mbajtur ky hidrovori dhe vinë dhe mbushin me frym kanalet kulluese të zonës Spitallës, që presin rrugën këto ujrat e tjera që do vinë nga zona e Shknetës dhe zona që do vinë nga zona e plazhit. Të gjitha këto vinë ke kanalet kulluese dhe do shkonin tek hidrovori. Tani, përveç se hidrovori si duket nuk ka punuar, nuk ka funksionuar ashtu siç do të funksiononte, i bashkohen edhe këto ujrat që vinë nga Kodra, sepse u bë ky investimi. Dhe këtu janë bërë gjitha gjërat pas studim, nuk ka një studim të mirëfilltë nga specialistë e fushës, ata që janë ekspertë. Ai që e vendos do bëhet hidrovori në këtë pikë për këtë arsye, se ai ka bërë një shkollë, ka studiuar për ta bërë këtë gjë. Nga ana tjetër, me çdo që kanë pyetur, çdo specialist i fushës, çdo inxhinier nuk mundet dot të argumentojë edhe ngushtimin dhe mbylljen e kanalit. Pastaj ka faktor tjetër, faktori i tretë. Nuk janë pastruar kanalet kulluese. A mundet dot që dalësh tani me video, masi janë shpërmbyt gjithë qyteti, i ke bërë gjithë të dëm të madh financiar dhe psikologjik qytetarëve të Durrësit, edhe të bësh tani ti pastrime me skavator të kanaleve? Kanalet që janë mbyllur. Unë këtu kam një peticion. Ky peticioni është bërë me proces verbal të mbajtur nga qytetarët e Durrësit të ri, me mbi 800 firma, në datën 2 tetor. Qytetarët e Durrësit janë mbytur 2 herë, një herë në janar 2025 dhe një herë në shtator 2025, masi na ndodhen këto që s'kishin ndodhur ndonjëherë këto përmbytjet. Ne vendosëm të bëjmë peticion që ta vëmë Bashkinë e Durrësit përpara përgjegjësisë. Dhe këtu ke ky peticioni, Auloni kemi kërkuar 3 kërkesa shumë thelbësore. Rreth parë ndërhyrje të menjëhershme për pastrimin e kanaleve dhe kolektorëve të ujrave. Se kjo ishte emergjente, se po vinte dimri, do fillonin rreshjet. Në radhë të dytë, i kemi kërkuar një hartim dhe zbatim e një plani afatgjat për sistemin e kanalizimeve, përfshirë ujrat e bardha dhe të zeza, sepse Durrësi, sipas specialistëve, ka një mungesën e sistemit kanalizimit të ujrave të bardha. Duhet të jenë veçanta, ujrat e zeza në vete dhe ujrat e bardha në vete. Kur është përmbyt Durrësi, kanë dalë dhe ujrat e zeza dhe ujrat e bardha. Po, pasi bashkohen këto tive, i mbledh dhe i bashkon bashkë. Kjo është situata. Pra, situata alarmante se ne nuk donim ta bënim, më fal, meqense hapet. Ju rrezikoni epidemi atje me këtë lloj forme. Nuk e tham këtë se pastaj do thonin, po thot opozita, po hap panik. S'ka problem se e kam thonë unë. Do hap panik, por realisht ishte ekzistonte. Dhe mirëmbajtjen periodike të tyre për të parandaluar përmbytjen në të ardhmen. Kjo është dorëzuar, e ka marrë çdo institucion, e ka marrë në datën 6 tetor. Unë këto i kam bërë me letër porosi që të kisha provë që do i shkonte pensiones, dhe kishim merak. Po tregoj pak. Po, kjo është letër porosia që ka marrë Bashkia e Durrësit. Aha. Kjo është letër porosia që ka marrë Këshilli Bashkiak i Durrësit. Kjo tjetra është nga prefektura e qarku Durrës. Kjo është tek kryeministria për ta vënë dieni. Ke përgjigje? Po, kam dhe them, kjo është Parlamenti i Republikës së Shqipërisë që ka marrë. Avokati i popullit për ta vënë dieni. Po s'ka rëndësi, unë e jam institucionin pra. Avokati i popullit ka kthyer përgjigje dhe ka thonë që do e administrojmë, domethënë po kemi hapur një tim. Ky i riu. Po, edhe Këshillit Mediave si media për të qenë dieni që ne jemi në këtë jemi në këtë betejë. Kjo është punë konkrete. Po, dhe e treta të ofrohet mbështetje financiare dhe materiale për familjet dhe bizneset që kanë pësuar dëme përmes fondeve emergjente të bashkisë apo institucionet e shtetërore. Këto 3 kërkesa, ju i keni thënë bëni detyrë. Po, detyrë e kërkuar. Këto e përcaktoi ligji, këto që kanë kërkuar. Po profesor, a kupton ku jetojmë? Ja ku janë firmat. Se është bërë sa një libër këto të firmave. Bravo. Shive.
Janë mbi 800 firma. Vazhdo flit. Janë mbi 800 firma. Tani meqense edhe prokuroria kemi një lajm, prokuroria Spaku ka hapur hetimet për rastin e Durrësit. Këto janë firmat e banorëve të Durrësit që janë përmbyt gjithë, pra, shikoni. Janë gjithë përmbyt edhe këtë herë më shumë se sa herën e parë, se këto janë mas herës parë dhe herës dytë. Kam këtë Tani u rit niveli. Vazhdojmë. 30 flet. Pra meqense është hapur një hetim, meqense është hapur një hetim, këto janë dokumente që mund t'i shtohen hetimit, pra për të provuar që këta kanë shpërdoruar I bëjmë thirrje prokurorisë, nëse nuk i ka këto dokumenta, të më kontaktojnë mua ose shoqërinë, se jemi këtu. T'ja vëmë në dispozicion. I vëmë në dispozicion. Pra këto tregon që këtu ka pasur një shpërdorim detyre për mosveprim, se shpërdorimi i detyrës është edhe për mosveprim. Apo jo si? Pra për mosveprim, ta nuk kanë vepruar në kohë. Dakor. Maringlen, një ekspozet situatës, pastaj do kaloj edhe te Sevinit, njëjtën. Për qarkun respektiv po flasim. Pra jemi te Lezhë dhe pastaj te Fieri, pastaj do vazhdojmë debatin. Vrat parë i shpreh keqardhjen për përmbytjet gjithë banorëve të prekur, qarkut Lezhë, Durrës, Fier, Vlorë, pra gjithë Shqipëri, qarkut Shkodër me radhë, sepse humbjet kanë qenë kolosale nga ana ekonomike. Patëm edhe një humbje jete, siç e theksove dhe ti Aulon në fillim të programit, dhe i shpreh ngushëllimet e mia familjes për humbjen e të dashurit tyre. Konkretisht në qarkun e Lezhës, përmbytjet kanë qenë, dëmet kanë qenë kolosale për ekonomitë e familjeve që jetojnë në zonat fushore dhe që ekonominë e tyre kanë bazuar në bujqësi, pra, dhe në blegtori. Dalja e lumit Droj nga kaskada ka shkaktuar probleme nga të dyja krahët pra në bashkinë Kurbin, por edhe në bashkinë Krujë, siç e kemi ndjekur edhe bashkë situatën në fshatrat Dugagjinë dhe Miliskaj. Unë jam marrë shumë me zonën e Adriatikut dhe me zonën e Fushkuqes. Aty dëmet përllëgaritën në kafsh, dëme në banesa, pra, ku ka hyrë ujë, ka shkaktuar dëme kolosale, prishjen e orëndive shtëpiake, prishjen e elektroshtëpiakëve, pra frigorifera, lavatriçe, gjithë këto, gjerë tek televizoret në shtëpit ku ujë ka arritur pra që të prek në shkallën ku mund të mbahet një televizor, dhe kjo është një goditje e rëndë për ekonominë e atyre familjeve që kryesisht jetojnë me të ardhura minimale, pra të ardhura nga bujqësia dhe blegtoria, për të mos thënë që ata i ka shkput nga marrëdhënia me punën tashme, sepse kanë mbytë edhe gjën e gjallë, pra nuk kanë ku të mbahen më. Për të mos folur për të mbjellat, ku dëmët janë kolosale. Për çdo hektar tokë të mbjellur me grur, që embrioni grurit është përbërë tashme nga prania e gjithë atij uji, dëmët llogaritën në 15.000 euro, sepse kaq kushton një hektar për mbjelljen, për punimin, mbjelljen dhe për të gjitha ato shërbimet që të ofrojnë. Çfarë thon? Tani banorët ndihen të harruar faktikisht nga gjitha instrumentat qeverisëse, si nga qeveria vendore, ashtu dhe nga qeveria qendrore, pra nga kryeministri, nga Ministritë e Linjës, nga Ministria e Infrastrukturës, Ministria e Bujqësisë. Tani aty kemi një situatë të tillë. Kanalet dytësore nuk bashkëpunojnë me kanalet kryesore. Cilat janë kanalet dytësore? Kanalet dytësore janë kanalet që mbledhin ujin nga fushat dhe kalojnë në kanalet kryesore më pas për të bërë derdhja në lagunë, siç është laguna e Patogut, pra në Fushkuqe, dhe pastaj për kalimin në det. Çfarë ndodh? Aty përveç fasadës që mund të bëhet gjatë periudhës verës, ku del një skavator për të bërë ca foto administrata për të postuar në rrjetet sociale sikur po punohet, për manipulimin e atyre fondeve, që në bashkinë Kurbin, ku e di unë sigurt që me vendim Këshillit Bashkiak në 2025-ën, 245 milion lekë, pra të vjetra, janë akorduar për pastrimin dhe mirëmbajtjen e kanaleve kulluese, sepse Kurbini ka një zonë shumë të madhe fushore, pjesën fushore dhe të shtrirë, dhe nuk është bërë asnjë punë. Lumi Drojës, çaja e kaskadës së Lumit Drojës, që nuk solli probleme vetëm për bashkinë e Kurbinit, por dëmtoi edhe një bashki tjetër, siç është bashkia e Krujës. Kemi ndjek bashkë. Është absolutisht. Aty është hidrovori i ri i themi ne, pa as i ri as i vjetër nuk është, ai s'punon. E kupton? Pra, bllokimi, prurjet e shumta të Lumit Droj kanë bërë që unë mbaj mend kur isha fëmijë, pra, sepse unë jam i zonës dhe e njoh shumë mirë zonën, kur isha fëmijë, ajo kaskada e madhe
Domethënë duhet 10 minuta për ta ngjitur. Kaq e vështirë ishte dhe e pastër. Ka qenë mbi 15 metra e thellë, që grumbullonte gjitha ujërat që vinin nga lumidroj dhe nga parcelat, që kalon aty pas për të derë në det. Sot nuk ka asnjë metër thellësi. Pra gjitha i 15 metrash është mbush me inerte, është mbushur. Po sepse nuk është pastruar kurrë. Okej. Ka disa vite që nuk është pastruar kurrë. Pastaj duhet theksuar diçka. Në gjithë atë fushë kemi edhe prurjet e lumit mat. Lumi mat ka sjell, sidomos kur mbushet shkopeti dhe ulza, pra që hapen digat për shkarkimin e ujrave, sepse nuk përballon më mbajtja e digave atje, përmbytet pjesa e Tales, pra që është bashkisë Lezhës, pastaj sjell fryrën e lagunës Patokut dhe laguna Patokut sjell përmbytjen e pjesës tjetër fushore, që është Patoku, është Adriatiku, pra gjithë to fshatrat. Për të mos thënë pastaj për situatën skandaloze që është në qytetin e Mamurasit, në qytetin e Laçit, që asnjë kanal kullues i qytetit nuk funksionon. I gjithë ujë që vjen nga kodrat, sepse aty vim në një terren kodrinor, gjithë ujë që vjen, rrëpirat e ujit që vijnë nga kodrat mbushin qytetin me gurishte dhe kanë bllokuar të gjitha kanalet. Kjo është situatë e vazhdueshme. Absolutisht. Në çdo palëreshje shiu, kjo situatë është në zonën në Bashkinë e Gulbinit. Së vjen një ekspozet fierit të zonës që kanë ndjerë. Zonës që kanë ndjerë që kryesisht lushin, po edhe fierit, domethënë kam qenë në kontakt. Problemi më i madh ose janë dy skajet e qytetit Lushnjës, skajet Lushnjës administrative tashmë, jo si qytet, që është Murriz Kozare, e cila aty kanë qenë edhe dëmet më të mëdha, absolutisht siç përmendi dhe në çdo vend të Shqipërisë është përmbytur, janë kryesisht në gjeth, në gjë të gjallë dhe në toka bujësore. Dhe problemi që ndron që dëme ka pasur edhe strukturat e serave, duke u bërë një lloj pishine e brendshme. Dhe kjo ka qenë shumë e rëndë për banorët. Tani ne duhet kuptojmë diçka njëherë. Lushnja që quhet si hambari i Shqipërisë ka pas një prodhim shumë të madh bujësor dhe blegtoral. Por vitet e fundit, me gjithë emigrimin e të rinjve ose shpopullimin e Shqipërisë më saktë, ne kemi shumë pak banorë të cilët vazhdojnë akoma të kultivojnë. Dhe përveç problematikës që ata kanë ndeshur me uljen e çmimit të tregeve dhe në pamundësinë atyre, vjen edhe pikërisht kjo përmbytje që për mendimin tim shiu i këtyre ditëve ka sjell vetëm parashtesën sepse teknikisht ata kanë qenë të mbytur. Dhe kjo ekspozoi gjithë mosfunksionimin e shtetit. Mos harrojmë që këto janë zonat që janë prekur më shumë, është dhe zona Thanasaj dhe Çermës, është zona Kargunarës së Madhe, e cila është prekur jashtëzakonisht shumë, dhe janë zona që janë në vazhdim të lumeve respektive, siç është Semani dhe siç është Shkumbini. Problematika që ndron që argjinatura, duke mos pasur mirëmbajtje, është dëmtuar në të dyja lumenjt. Diku ke 500 metra ka qenë argjinatura e dëmtuar në anën e Shkumbinit, cilë përmbyste jo vetëm Çermën dhe Thanasajn, po ka pas edhe nga ana e Peqinit përmbyetje. Ka dalë. Ndërsa pjesa tjetër ka qenë në Imsht, në fshatin e Imshtës, ku vërtet edhe ata u ça argjinatura, fati madh që pushoi ai shiu dhe rreshtjet u tkurrën, dhe shoh për çuditërisht edhe para 2 ditësh kur gjithçka mbaroi, doli kryetarja e bashkisë me fotoreporterët e tyre për të treguar që tani do fillojnë të punojnë. Tani ne do shkojmë në hapësirë publicitare dhe rikthehemi për pjesën e dytë të emisionit fokusuar në emision tërësisht e përmbytjet, por me fokus qytetarin, sepse ne duam sjellim sa më shumë dëshmi nga terreni, qytetarët janë vetëm, janë braktisur, të paktën ne që jemi në studio duam t'i mbështesim. Publicitet dhe rikthehemi. Jemi rikthyer për pjesën e dytë të emisionit, në emision të fokusuar pikërisht e përmbytjet. Profesor Sezar Guri, ç'a duhet bëjmë neve që mos përmbytet Shqipëria? Po marr shkas nga një inxhinier që donte të mbështeste qeverinë. Po është e rrimshme që inxhinieria të mbështes jo popullin, po qeverinë për gabimet që bën shumë e mirë. Edhe mos u thuaj që është ai personi që po menoj dhunë. Ai shoku jot. Edhe thoshte, e dini ju tha ajo që uji në Këneta ku do shkojnë? Edhe i tha ai gazetari, me ata ndetoj.
Po si do shkoj tha janë komunikuese, kjo është më ulët, ajo është më lart. Edhe din ke pyetja juaj. Ky ujë kënete që ka 2 dajlane, që në Baticë dhe në Zbaticë për 6 orë është hena me tokën, edhe uji i kënetës me vërtet mund bjeri për 2-3 orët e para. E para një që këneta nuk duhet ketë ndërtime urbane të dendra si që ka Durrësi, apo çdo qytet tjetër. Së dyti, janë zënë pikërisht bankinat e dajlaneve, është zënë dajlani mur, është zënë gryka. Pra, vazhdojmë, kemi pemët që ti ke sipërfaqen e pemëve të larta e ke shumë herë më të ulë, se sa dikur. Që do të thotë që një pemë, kemi thënë ka qerë, 30 ka litra ujë, 1 hektar ka 1000 pemë, shumëzojë dhe sasia më e madhe e ujit normalisht duhet të flej 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë në për këtë pimësi të lartë, që quhet pyll. Duhet të flej. Ndërkohë, kryeministri jonë, të gjitha zonat e mbrojtura, i ka çukitur nga 10%, nga 30%. Imagjino kur ka vënë dorë me zonat e mbrojtura, imagjino zonat e tjera pyjore që shkojnë për pica, kam i shprehur, për pica në Itali, edhe për drume prerë në Greqi. Vazhdojmë, ndërtimet urbane që nuk lejojnë hapësira thellëse, që sipërfaqe specifike me ujin e shiut të jetë sa më e madhe. Hapësira thellëse do të thotë një diçka me barishte, mund të vësh pllaka trotuare, po do lësh hapësira që kalon uji. Pra ka plot sipërfaqe që ti nuk ndërton 100% urban një gjë, po tjetër, si Tirana, si Durrësi dhe kushdo. Duke u marrë model Tirana, ti sipërfaqen trotuar në Tiranë, në ndërtimet ti e ke mjafton të gjeshti, si po do të sot në Tiranë, një sipërfaqe 100-100 që ajo është shumë një hapësirë publike, ose hapësirë e gjelbër. Ti atë do ndërton pallat, po gjithë do pallat. Do të thotë që si shpejtësia e ardhes së ujit dhe kanaleve është shumë herë më e lartë se dikur. Se kjo është e gjitha që vjen shumë herë më shpejt shpejtësia e ujit. Ndërkohë kanalet, pastaj vjen përgjegjësia qytetare. Deri tani janë përgjegjësi dhe zoti Shqyqyri tha që ata shpërdorin detyre. Në një emision tjetër, dikush nga gazetarët tha neglizhencë. Edhe kjo ti do ta them të lera kolegëve, kjo është mban era, mbajmën fjalë. Unë do t'i akuzoj ti, po ta lë çik në debatin e dytë. Do t'i akuzoj ti se çfarë tradhtie janë duke i bërë këta kombit. Se të ketë inxhinierë aty, Fitim Balla, Gjevarin Gjeqari, Faruk Kaba, janë pa fund inxhinierë. Si inxhinier gjeolog, hidrogeolog, dhe këta të mos pyeten. Dhe një klasë inxhinierike apo një grup i vogël që janë ai është inxhinier, pra, që inxhinier do thotë që shpik, që mendon, si zgjidhja hallet e komunitetit, jo si ndrosh qeverinë që ka bën. Kështu jo po e lëra çoka, po do them do vi ke akuza, Po. Për të dalë pak në mbështetje të atyre fjalëve që tha profesori, si shpëtojmë dhe si mbytemi. Unë do të sjell një fakt konkret nga zona e Ishknetës, Durrësi i Ri, por do e marrim si zonë studimi midis Unazës, rruga Vllazërimi dhe rrugës Azem Hajdari Valadetit. Janë 12 parcela profesor, njëra mas tjetrës dhe kanë pasur të gjitha kanale kulluese. Po. Vit pas viti, nga viti 2015, edhe deri më sot, për të bërë rrugë elektorale, për të thonë që po ju bëjmë infrastrukturë, i kanë mbyllur të gjithë kanalet e mëdha, që janë për çdo parcelë që kullonin dhe kanë futur disa tuba 400. Këto. I kanë mbyllur me inerte vetë Bashkia e Durrësit, ku ka bërë investime, po ka bërë rrugën tani, ka futur disa tuba 400 që janë më shumica janë për ujërat e zeza dhe kanë bërë disa të vogla për kullimin e ujërave të bardha. Dhe të gjitha këto ndërtimet që janë bërë midis 2 kanaleve pra në brenda parcelës nuk ka asnjë tubacion. Asnjë tubacion. Qytetarët vetë kanë bërë atë investimin në mënyrë primitive dhe pastaj i kanë ndarë shpenzimet bashkarisht në mënyrë barabartë me njëri tjetrin dhe kanë bërë njësë që kanë bërë aty. Dhe rruga nuk e përballon dot këtë, se ato kanë futur tub 400, imagjino gjitha lagjet e qytetit, lagja 16, lagja 17, lagja 18, i sjellin ujërat në zonën e Ishknetës pranë Durrësit e Ri, dhe tani këto do të shkonin tek hidrovori që ti thithë hidrovori. Ky është një problematik shumë e madhe, por këtë ka shkaktuar Bashkia e Durrësit. Nuk e ka shkaktuar qytetarët, se doli zoti kryeministri dhe tha e kanë mbushur kanalet ta me mbeturina qytetarët ta. E dyta, tha kanë ndërtuar në një zonë vulnerabël, ku këta kanë pasur këshillin bashkiak të gjithin veten, pra mas tërheqjes së Partisë Demokratike që nuk mori pjesë në zgjedhjet e 2019-s, këta kanë bërë një plan zhvillimi që kanë votuar vetë, kanë minatuar atje për të bërë pallate. Dhe pallati i parë ka nisur. Tani profesori tha aty është kështu në zonën e Shknetës. Pra, këta po bëjnë përmbytje që të përzejnë qytetarët. Po kështu faktet këtu na çojnë. Faktet, gjitha faktet këtu na çojnë. Tani ne kemi thjesht dyshime se këtu do jetojnë organet kompetente. Qartë.
për të parë që ka apo jo qëllim, por mua dyshimet aty më çojnë se ti nuk merr masa, nuk bën investime në infrastrukturë, nuk e menaxhon mirë kullimin e qytetit. Përkundrazi ti e bllokon infrastrukturën. Që shërben ti shërben për mbytjes. Edhe kur të vjen qytetarët në dieni që këtu ka një rrezik, ti nuk merr masa, aty na çon logjika, na çon logjika që po e bën Kastile, po e bën me qëllim që të vinë ndërtuesit ta marrin tokën e zhvlerësuar. Disa s'kan nuk kanë as certifikat pronësie. Se legalizime që u premtua legalizime falas nga 2013 deri në 2026 nuk kanë përfunduar dhe shumica nuk po i marrin, janë zvarritur vazhdimisht. Dhe ai do vit ja marrë atë shpinën, atë mundin e jetës që kanë 30 vjet. Atje t'ja marrin për i çabuk. Për i çabuk t'ja marrin. Edhe për të mbështetur atë fjalën e profesorit, profesori tha, në këto zona nuk mund ndërtosh shumë. Tani ta e kanë bërë tek plani i zhvillimit zonë me densitet të ulët të banimit, do t'i heqim këto, do i sigurojmë një shtëpi tjetër, edhe tani do bëjmë vendbanime me densitet më të lartë. Po këto ujin ku do e çojnë ta, si do menaxhojnë këtyre? Sa ta qoftë sigur vetëm kasetën e banjës ta shkarkojnë. Këto dështohet uji që përveç ujrave të qiut. Pra këto duhet për llogaritur se një litër tu, një litër tu, një litër tu, një litër atje dhe shtohet. Pa llogaritur rreshjet. Po pa llogaritur rreshjet. Sa ato të gjitha do janë në depozita ato si ujë. Banorët e Durrësit janë totalisht të rënuar apo? Banorët e Durrësit janë në rrezik. Jo vetëm që janë të rënuar, janë rrezik, janë rrezik për mbytje. Çfarë do bëjmë? Banorët e Durrësit nëse duan ta mbrojnë pronën e tyre, tani është momenti që të bëhen bashkë edhe të luftojnë. Ti kërkojnë bashkisë Durrësit një plan afatgjat për të shpëtuar një herë për gjithmonë përmbytjeve dhe radh dytë ja kërkojnë qeverisë atë që ka premtuar, t'ia legalizojë shtëpitë e tyre, t'ia japi certifikatën pronësisë sa më shpejt të mundur, që ne mos dyshojmë që këtu ka një plan për t'u marrë pronën edhe për ndërtuar pallate. Maringlen, para se na ka lutur ti. Profesor, ç'a komenti ke për këtë foto? Kjo është veliera e mbushur me Kjo është veliera e Vangjush Dagos, e përmbytur totalisht. 11 milion euro. Ne kemi luftu, kemi qenë për gjykata. absolutisht. Kemi situar shkallën e parë. Gjithë kjo trejestu. Keni koment? Ja të vazhdoj, jo, do ta them. Maringlen. Jemi bërë si orakull për investimet e këtyre, domethënë, parashikimet për vjedhje, por jo vetëm, dhe dështimin e planeve, e planimetrive që bën këta për qytete. Gjithsesi, unë duhet të ngrej çështën një këndvështrim tjetër. Për mendimin tim, situata më e vështirë, të paktën për ata që janë prekur nga përmbytja, fillon në këto momente. Dhe këtu duhet të parë se sa efektive do të jetë qeveria tani e tutje. Nuk mjaftojnë ato skavatorat për t'i nxjerrë në përfusha dhe për shku për të bërë filmime, për t'i treguar njerëzve sikur ne po punojmë. Por duhet i shkojmë atje të gjithë qytetarëve që janë përmbytur, t'ju vlerësojmë dëmet dhe jo të tallemi, të tregojmë qesharak me ta. Unë pa dhe një telefonat mbrëmjen e shkuar nga një banor i fshatit Miliskaj, që po më thoshte që ka ardhur dikush një grup nga komuna, pra nga bashkia e Krujës, dhe i thoshte që këto nuk janë dëme, nuk konsiderohen dëme, pra kalbëzimi që i kishte marrë shtëpia ati mobiljet, nuk konsiderohen dëme dhe ati nuk e përllogarisë të njëri këto gjëra. As frigoriferin e prishur, as lavatriçen e prishur, pra për ata nuk konsiderohen dëme. Ose tjetra, në një stall ku kanë ngordhur 9 bakti, pra 9 lop, fshatarët e dinë shumë mirë, ata që merren me këtë punë dinë shumë mirë dëmin, çfarë do të thotë të ngordhin 9 lop, pra i kishin vlerësuar me 1 milion lekë vjetra, pra 100.000 lekë të reja. Kjo është tallje. Për mendimin tim, po të kisha qenë në vend atyre, nga nervat nuk do dija si do kisha reaguar përballë këtyre personazheve që shkojnë aty. Dhe për mendimin tim, tani fillon sfida e vërtetë. Përmbytjet ishin diçka, e përballua me uji u largua nga fal Zotit, pra fal natyrës, sepse e ka thith toka, jo se kanë zhbllokuar diçka këta dhe uji është larguar nëpërmjet kanaleve që duhet shërbenin që në fillim të vërshimit të rreshjeve. Pra, që në fillim të vërshimit të rreshjeve për normalizuar situatën, edhe pse shira nuk ka pas në atë lloj intensiteti ose densiteti. Kanë qenë shira të zakonshëm. Por situata vjen, akumulimi i gjithë këtyre problematikave vjen me kalimin e kohës, pra ka vite që askush nuk pastron. Asnjë kanal ka vite që ndoshta edhe punohet për atë siç po thoshte shoqërimi përpara për që t'ja bën njerëzve jetën sa më të vështirë për ta liruar ndoshta,
siç ndodh me Knetën e Durrësit, por edhe me fushat e lakuara, siç janë fushat, duke filluar nga Myzeqeja, fushat e Kurbinit, fushat e Lezhës, për t'i liruar sepse këta kanë planet e tyre. Kanë planet e tyre për ato fusha. Sollën ato për emigrantët afrikanë. Absolutisht, emigrantët afrikanë, por kjo nuk është asgjë. Kjo nuk është asgjë. Sevin, kur I shikojmë paradat e modës që bëjmë këta, se jelegët I kanë shumë bukur, edhe xhupat, edhe makineritë e tjerë. Këtu nuk du të bëj shakas me atë makinën që u përmbys, sepse ai shkreti, ai zotnia ka shku me ndihmu njerëzit, edhe nuk e postova atë fotën e famshme, nuk e di as në rrjetet sociale, sepse unë solidarizohem me çdo njeri që I jep kontribut. Tani, po nuk mund nxjerrësh një njeri të paaft si Piro Bengu, si e ka ai? Vengu. Domethënë, I cili nuk ka asnjë lloj lidhje me këtë histori, që t'ia vesh përsipër këtë detyrë dhe kryeministri në ditët më të vështira për vendin e vet shkoi për me zgjidh përmbytjen në Paris. Apo jo, kishte përmbyt Parisi. Tani, dy kanë qenë argumentat që ka përdor media e bler dhe analistët, edhe pseudo-inxhinierët që thotë profesori. Së pari, banorët kanë ndërtuar gabim, dhe së dyti nuk është përgjegjësi e qeverisë qendrore, por është e bashkive. Pra, kanë qenë dy argumenta për me e deviju dhe mi hedh projektorët e njerëzve në këtë situatë. Ç'mendon ti për këtë? Po, edhe sikur ti marrim të mirë qenë ato që thonë është si me bështyr lartë me të ardhën surat ajo që ti thonë, sepse bashkitë në shumicën e rasteve dhe ke përmbytjet qeverisët po nga PS-ja. Po, ideja është që nuk ka Ramës, Rama tani ka që ka dhe më e forta, dëgjoj, Aulon, një ndër strategjitë që përdorin këta në zgjedhje janë pikërisht që ne kemi qeverinë, marrim dhe bashkisë do ketë investime. Po, bravo. Ky është argumenti. Tani e qartë. Tani problemi qëndron që këta si me qeverisën vendore. Ti po përmbyt Shqipërinë. Pikërisht pra. Dhe po ta kapësh në rastin, po ti referohemi qarkut fier. Problemi qëndron që është në çështje mirëmbajtje, nuk ka nevojë për ndonjë investim shumë të madh. Është çështje që zyrtarët vendor apo qendror të bëjnë punën e tyre të përditshme dhe mos rrinë në kafenet. Ore këtu emergjenca civile janë I vend që merret rroga qylmër vëlla. E kuptoj ti kanë shku I kanë çu ndihmat skaduara banorëve. Se kanë qenë ndihmat nëpër magazina që në kohën e tërmetit atje dhe s'ka shpërnda kush ndihmë. M'fal që të ndërprej, Ore, themi realitetin. Ndihmat ata s'kan ku t'i gatuin një herë. Po pra, makaronat që do tani se vjen për mendimin që njerëzit e kanë fajin, domethënë çfarë mendon ti për këtë? Po shikoj, kanë ndërtuar njerëzit gabim. Po shikoj, në rastin e Lushnjë, në rastin e Fierit, nuk vjen si pasojë ndërtimeve kjo gjë. Pra, në asnjë element nuk ka njerëz që si mund të ketë ndërtime. Ndërtime mund të flasim për qarkun e Durrësit që është qyteti I dytë më I madh, për qytetin e Durrësit që është qyteti I dytë më I madh apo për Katraurën e Tiranës. Por në këto qytete asnjë nuk gjen më, jo më me gjet njerëz. Këta që kanë banuar Durrës që ndërtojnë këto a janë proces legalizimi të shtëpia. A I marrin taksat e ujit të dritave etj. Shteti ai di që ekzistojnë. A paguajnë taksa këta njerëz apo jo? Problemi qëndron. Investimet më të mëdha ore ne kemi ujë Smart City në Ozotri. Gjithë taksa përdoren për zona ekskluzive mendojnë taksat. Domethënë ne blejmë një kamer 52.000 euro edhe nuk mirëmbajmë një agjinaturë që sa do. 52.000 euro një bashki pastron gjithë kanalet për gjithë vitin. Po do të ja për vetëm jo duke qasin, domethënë këtu është qytetari këtu. Qytetari ka fajin më burr apo jo? Ore, qytetari, po them, vetëm qytetari këtu nuk rezulton të ketë fajin, zotëri. Ore, ku është flota e ekskavatorave? Flota me 61 ekskavatora që erdhi, që u bë lajm I madh para disa vitesh, ku është flota e ekskavatorave që nuk janë në punë? Po, shoqëritë e atë sezonit. Po, ndërkohë dikush që po bën diskutimi këtu në studio më çojnë një denoncim, ta tregoj pak si më kanë mbyt tokat në Shënavlash të Durrësit, sepse kanë hedhin inerte tek kanalet kulluese. Pra, jam ankull tek IMT-ja, kështu që të tregoj atyre thotë ja si më kanë mbyt tokën. Duke mbushur tokat me inerte dhe duke bllokuar kanalet. Kjo është që vjet thotë, akoma s'po gjej zgjidhje, ke tregoj makinave në Shënavlash. Kam njoftuar IMT-n thotë dhe bashkinë, IMT-ja pra Instituti për Mbrojtjen e Territorit. Pa, bashkinë dhe asnjë zgjidhje deri tani thotë. Ka 2 vjet ky problemi thotë. Edhe
Do mbyt që na vlesh e Shkodër, sa vjen aty direkt, është tregu i makinave mbytur. Ja ku janë fotot. Ja ku është si është mbyt gjithë toka këtij zotëris këtu, se është blloku ky kanali këtu. Edhe kjo fotoja Ja tjetër. kanë blloku kanalin. Është blloku janë edhe inerte. Është anku zotëria, Edhe i mbytet toka. edhe mbytet toka, është ankuar, ka bërë detyrën qytetare. I ka njoftuar institucionet nuk Do kanë ta marrë ndjekim këtë rast e përshëndesim zotin Kashina Vlashin. I vetmi faj i qytetarëve shqiptar është që do të nxjerrë Rama me këtë, është pse jetojnë këtu. Po pra, patjetër. Profesor Sazani? Nga njëra anë kemi këtë ndodhi, që gjyshi me vërtet ka ndërtuar shtëpinë në Majt Malin. I biri, mosha jonë e ndërtoi në rreth Kodrës. Dhe ky gabim që ishte për shkak të një presioni të mbledhur urban, ku njerëzimi shqiptar mbas viteve 90 kërkoi të jetonte sa më bashkë, sa më poshtë për lehtësira. Kjo është normale, si proces, ka ndodhur kudo. Dhe me vërtet patëm një presion urban njerëzor në këto që quhen fusha siç është Këneta e Durrësit, por ndërkohë ti tu është përmbytur Berati, nuk e një gjë të tillë. Të është përmbytur Vlora, nuk e një gjë të tillë. Të është përmbytur, po ndihmon pra. Të është Gjirokastër, që nuk ka presion të tillë në Gjirokastër, ke vetëm largimet drejt Aninës apo drejt Atinës. Pra, po ti peshojmë tani këto, nëse ti me vërtet u popullua le të themi Këneta e Durrësit, por ndërkohë ajo është një taksë e shtuar për bashkinë dhe për qeverinë, që në këtë situatë që rodhi pa vetdijen, është vetdije natyrale, nuk është vetdije që le të themi nuk e rekonstruoi qeveria, por me to taksa të mbledhur qeveria e ka pasur mundësinë gjithkohon që të menaxhonte pikërisht të Kënet, që dikur shfryte ndet dhe tani le të themi kemi një ngarkesë, jo u bllokua, por kemi ngarkesë urbane. Po e pamundur mos të zgjidhen nga pikpamja inxhinierike. Profesor, ne kemi 30% të Hollandës që jeton në nivelin e detit. Po pse i lëm Prandaj po thoya, jo Këneta e Durrësit që me një investim qesharak. A e di shteti që janë aty? Ka i plan zhvillimi. Ka i plan zhvillimi për zonë. Jo vetëm sot që flasim, ka miratoj plan zhvillimi. Ti the që nuk është mbytur në përshtim të këtij viti të re. Vitin fundit, nga 2020. Nuk është mbytur. Pra, atëherë rrezohet edhe ajo presion qytetar në zona Kënetë rrezohet, pra është një gabim i sotshëm i këtij viti, që do të thotë që ky hidrovori tash pra edhe një herë pra, dy hidrovorë nuk punuan. Njëri antishkencor në disnivel, në hipsometrim të lartë, që nuk mori dot edhe ujë kur u fry, nuk i bati dot pompët që të punonte. Nëse ai vjetri, ta them një fjalë më. Këta ti zoti Kalaja e nisin punën me dreq. Edhe nuk ka është pa mundur mos të vej me të keq. Për shembull, kur ta ngritën Velierën, e ngritën që atëherë me luftë. Sigurisht që Veliera që ne e parashikonim që vetëm që mbyti një zonë arkeologjike, por ajo zona që nuk lejohet 1 centimetër kub beton dhe zonja ministre e asaj kulturës, ti e di shumë mirë se çfarë prodhoi një profeci të tillë që mund të zësh edhe nuk ka shkrime romake, shkrime ilire, nuk ka objekte arkeologjike dhe ndërtoi me të keq pra. E do vej për drejt. Ja ku doli. Po ti, Po ti ke një stadium që ka ndërtuar sot kryeministri, se vetëm ai bën gjithë më valla, këta janë ushtarë thjesht. Që ndërtoi një stadium më të vogël, një minutë. Ndërtoi një stadium më të vogël se që gjete më bujë, shuati edhe historinë dhe ndërtoi një stadium dikur ishte me pistë atletike, që bie pistë olimpike dhe sot e ke pa pistë. Po këtu ndërtohen sot një port, një port më të vogël se porti i parë në botë. Dhe qofse opozita dikur është marrë korrupsioni financiar 1 vit, 2 vjet, 10 vjet dhe mund të harrohet dhe mund të kompensohet. Po korrupsioni historik që ti të quash portin e Durrësit Dubai Durrës dhe ta bësh ta spostosh nga një port në qytetin më të vjetër në botë apo porti më të parë në botë, e sposton në një vend që nuk e nxë natyra atë port që duan të quajnë Dubai Durrës atje në porton, nuk e nxë. Ndërkohë i zë frymën një që quhet hidrovor. Ndërkohë tani ti ke një marrëdhënie si qeveri, pastaj pak qytetarë. Po e ke marrëdhënie agresive me ujë. Mi po uji ka një lloj mirësie që shumë pak mund ta dinë ose që ka vlerë, që ti kur ujin e bekon, uji merr pozicion kub, si puni di kub. Dhe ti kur ujin si dhe shkeq, merr pozicion rombajetës, kristalet optik që ka brenda se uji është mineral.
Dhe kur ujin ti, si dhe shkeqe, e ndote, i zë frymën, i zë pritën, gjitha këto janë veprat qeverisë, janë veprat bashkisë, gjitha këto di. Dhe prit, edhe nuk janë sistare zotë shqyqëri. Shpërdorin detyrën, apo si një meta tjetër, neglizhencë e qeverisë. Këto janë tradhtimor ti. Unë ja akuzoj rënd aty. Ja akuzoj që nga klasa politike, e vjetra apo e re, po më shumë këta ati, që na premtuar me 1 milion shoplaka që do bënin një Shqipëri ndryshe, po e bën ndryshe ti, po nuk e bën të përmisuar ti, po e bën më të përkeqësuar, që do të thotë që unë kisha 10 inxhiniera, nuk kam asnjë sot në zyrën time. Qoftë kisha studenta të rinj që takohen në rrugë, nuk gjeja asnjë fytyrë. Ta përshëndes apo të marrë kënaqësinë profesor tip që lëm si mbaj mend të fjalë e këtë leksion, nuk kam merr të tillë. Shqyrë ta djem, bravo i qoftë të djalit që organizoi një protestë shembullore, po pakësh. Sepse ata janë mijë herë më të dhunshëm se ne. Ne jemi shumë herë më të edukuar. Pse? Ata janë klasë arbute më vëlla. Ç'është institucioni që këta nuk duan ndërtojnë? Këta nuk e bëjnë qëllimisht institucion të hidrologjisë, të ujit, vazhdo, të gjeologjisë, në mënyrë që këta të bëjnë lidhje të shkutra me këta kompani, me këta staf klientelizmin. Të bëjnë klientelizmin, dhe këta të bëjnë lidhje të shkutra për të ndërtuar dhe për të futur. Prandaj dhe janë edhe mbarova, më falë, ti zoti Selim. Prandaj dhe janë linja e madhe, qeverisja e madhe me linjën e vogël, bashkitë janë në një linjë. Që të vjen sa më shumë bujë. Që të vjen sa më të jenë njash pra, që mos e prandaj dhe populli këtu gabon, që populli kur prandaj janë zgjedhjet do çdo 2 vjet. Në mënyrë që nëse e merr pushteti i madh, merr një kraj caktuar, ai 2 vjeçari do marrë e kundërta që të balancojë. Që të balancohet. Pastaj merr prapa i mortja i madhi, por prapa merr Kjo është demokracia. Kjo është demokracia. Dhe kam shprehur me Arlon Kalanu që unë gjithmonë qytetar kundra bie fjala kundra qeverisjes. Gjithmonë opozitar. Dhe votoj opozitën ditën e zgjedhjes dhe të nesmen dal në opozitë me ta. Ky do të jetë qytetari. Kjo është kultura demokratike, profesor. Okej, Me do pak fjalë, me shkojmë fjalë. në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi për pjesën e tretë të emisionit. Jemi rikthyer sërish së bashku, nderuar miq, për pjesën e tretë të emisionit, të fokusuar pra pikërisht tek përmbytjet që kanë ndodhur në Shqipëri. Janë përmbytur disa qarqe, por çudia më e madhe është që është përmbyt dhe qarku Gjirokastrës. Në rast se ka i qark, domethënë që dhe është përmbyt pikërisht në zonën malore të tij. Kjo është çmenduri e madhe. Banorë cilët kanë thënë që kemi pas deri në 300.000 euro dëme materiale përsa i përket një butiku, bizneseve tjerë. Ndërkohë një banor tjetër nga Ferrasi tha që na kishin ik 40 blet dhe një blet kishte çmim shumë të lartë, me thënë drejtën. Pi 300 euro. Po, me 300 euro, imagjinoj se çfarë dëmi. Tani edhe për këto qeveritarët mendojnë që nuk janë dëme materiale, që të futemi pak edhe të shpresave, çfarë do japin banorëve. Nuk Tani në në gjendjen e jashtëzakonshme, më fal që mos t'i jepnin kompensim. Kjo është. Domethënë çfarë do ndodh me këta banorë në Angjon? Këtu jemi tani. Ne duhet flasim me gjuhën popullore që të kuptohemi dhe atyre që i drejtohemi dhe atyre që kanë Por ato e kanë po emisionin. Po, që kanë halle dhe problemet. Për shembull bletat. Nuk e parapunës nuk mbijetojnë në Lagështirë. Unë vi vetë, domethënë edhe familja ime nga kjo fush. Bletat nuk mbijetojnë në Lagështirë, e para punës. Dhe dëmi është kolosal për atë zotrinë. 40 blet nga 300 euro e 12.000 euro, po 12.000 euro për një ekonomi të një familje të zonë rurale janë shumë, e një zakonisht shumë. Ekonomi reticencë. Po, me humbje. pikërisht. Shiko, është një shprehje që mua nuk më pëlqen ta përdor shumë sepse e ka thënë Stalini, po është e vërtet, bujësia është industri pa qati. Pra, kjo është qatia, dhe qatinja ndërton vetëm qeveria, me mbrojtjen pra, në rastet e fatkeqësive natyrore, nëse do ta fusim këtë që na ndodhi ne fatkeqësi natyrore, sepse kjo nuk është. Për efekt ligjit. Si thot populli, po pikërisht pra, për efekt ligjit. Kjo është fjalë qeverisë, po. Kjo është një lagështirë shiu, është një lagështirë shiu dhe të shkaktoje përmbytje të tilla, të shkaktoje dëme të tilla në një shtet që kemi 35 vite demokraci drejt që ta marë. Ne nuk kemi arritur të krijojmë akoma një infrastrukturë për përballimin edhe sikur të jetë një fatkeqësi natyrore, për përballimin e një fatkeqësie natyrore, dhe varim shpresat gjithmonë tek ushtria, se do dali ushtria me ato kamionat që binë në kanal për të shpëtuar baktin, bletën, bazën ushqimore që shërben për ushqimimin e këtyre. Pra, sepse ne themi gjithmonë bleta, lopa ose
delja ose po është prish dhe baza ushqimore më zotëri. Edhe ati që i kanë mbijetu baktia, pra se ka pas raste për shembull që në fillimin e vëshimit të ujrave i kanë vënë nëpër kamionçina dhe i kanë dërguar në zonat malore, ka pas shumë raste. Unë di familje dhe stalla dhe biznese, sepse bujësia është dhe biznes, nuk është vetëm një ekonomi familjare, sepse vetëm Shqipërinë do të që bujësia është ekonomi familjare, sepse njerëzit lihen mëshirë të fatit dhe është detyruar që të mbajë disa bakti për të ushqyer, për të nxjerrë disa të ardhura që janë minimaliste për të ushqyer. Dhe në këtë rast atyre ju ka përfunduar gjithçka, edhe ajo ekonomia që kanë bërë në atë fshatin, sepse kanë ngordhur baktia dhe gjithçka, por kemi dhe dëme kolosale nëpër stalla. Unë bashkë me Auloni kemi qenë në një nga bizneset, pra në një stall ku mbarshtonte dele, pra për qumësht dhe për mish, pra rrishte dhe qingja, i kishin ngordhur qingjat. Ishin ftohur qingjat, sepse tani është periudha kur delet vinë pra dhe lindin qingjat e rinj. Dhe ata janë shumë të vegjël dhe nga ky ujë, në moment që prek lagështirë ata, ai ftohet dhe është praktikisht është i ngordhur. Nuk ka që e shpëton as veterineri zonës, as një lloj injeksioni që mund t'i bësh ti, sepse ajo është një foshnjë. E kupton? Pra, dëmi i atij zotërish ishte kolosal. Ai nuk e merr më veten edhe për 5 vite, sikur mos të ketë përmbytje, sepse në shirat e pranverës do kemi përmbytjen e radhës. Pra, kemi një inekzistencë të pranisë shtetit. Keni një shpresë për me marrë një dëmshpërblim? Po, është përmbyt Durrësi në janar 2025-s. Është përmbyt në shtator 2025-s, akoma nuk i ka marrë njerëzit dëmet, dhe për më tepër, nuk jam vlerësuar siç duhet, se ato vlerësime siç i bëjnë ta, domethënë, ja dhënë për shumicën e familjeve vetëm 25% të dëmeve, kanë marrë ata të shtatorit. Është miratuar në Këshillin Bashkiak se nuk i kanë marrë. Edhe këto do t'i marrin me këste, prapse prap. Pra ajo një nga kërkesat e protestuesve dhe e protestës vet ka qenë dëmshpërblim sa më të shpejt, domethënë vlerësim real të dëmit një herë, dëmshpërblim sa më të shpejt para brenda vitit, edhe vetëm me një këst. Se këta miqës si kanë dëmshpërblim këto dy tjerat. Po tani çfarë pres? Unë realisht nuk është e pres shumë. Unë do ta çoj deri në fund, edhe si kaos tani nga ana ligjore më tepër. Do ta çojmë deri në fund. Jo se kam shumë shpresë se këta do e bëjnë, se për sa kohë që nuk e shpallin gjendjen e emergjencës, nuk fatkeqësisë natyrore, nga ana ligjore, tani këta nuk janë edhe aq shumë të predispozuar për të dhënë një dëmshpërblim për banorët. Dhe duke parë pak a shumë propagandën që hedhin në rrogosta që pse nuk sigurohen këto familjet apo pse nuk sigurohen këto bizneset nga përmbytjet. Radh parë ja u bëj qartë që kush nga kompanitë e sigurimit i merr përsipër t'i siguroj kur këtu ka rrezik nga përmbytjet. E para. E dyta. Ka raste në Fier që ka ndodhur kjo. Po, nuk të merr përsipër, pastaj je zonë. Zonë në risk. Shko, unë nga kam masterin e kam për industri sigurimit dhe drejtim risku. Dhe këto që flas me shumë kompetencë. Ne kur studiojmë një radh parë rrezikshmërinë, shpejtësinë pastaj. Sa të shpesh ta ka ndodhur këto në kohët e fundit. Dhe asnjë kompani sigurimi nuk e merr përsipër ta sigurojë kur këtu ka rrezik. Se nuk ka dalë ai për të humbur. Ai ka dalë për të mbuluar raste sporadike. Por kur ndodhin këto në masë, nuk munden ai. Se kështu funksionon logjika e sigurimit, që unë mbledh nga të gjithë, ngrumulloj një fond, edhe një 10% pra ato 10% nga ky fondi i dëmshpërblej. Po kur këtu i ndodh të gjithëve, në njëjtën kohë, kompania e sigurimit falimenton. Pra të punë është shteti këtu tani të garantoj që radh parë mos përmbyten, se kjo ishte e qartë nga të dhënat sinoptikanëve në Durrës, nuk ka pasur rreshje për të përmbytur, ka qenë nivel mesatar. Në ato që ata vetë i kanë nxjerrë në faqet online që 22 a 24 mm ishte me e verdhë, që nuk kishte rrezik. Dhe këtu ishte dorë e shtetit, më e përgjegjësi shteti, ai që ka shkaktuar gjithë këtë dëm madh, se ne po flasim vetëm për dëmin financiar, po jepet pak po dëmin psikologjik, që kanë qenë njerëzit deri në 6 ditë në ujë dhe nuk e dinin çfarë do ndodhte me banesat e tyre, me kafshët, me tokë, me të gjitha ka qenë dëm psikologjik, nuk ka qenë pa gjumë. Dëmtimet e automjeteve, në Durrës ka qenë katastrofë. Po ishte e pamundur që të gjej një karotret. Po. Karotret familjari im, bjerë numrit, kam kaq makina, kam 10 për të nxjerrë, kam këtë. Doli ke rruga boni posta blloke, ndaloj një nga ato të karotrecit i tha ai, po kam për punë. Me rrugës ku e ke thot, ma nxjerr mirë mo makinën, pastaj vazhdo me tjetrin.
Absolutisht. Për 20 metra rrugë ka marrë 50.000 lekë. Këto lekë nuk e kthen më njëri. Shumë e vërtet. Po pa taksat i pagunaj, po të marrë, më fal, Zevin. E di si janë taksat aty, kjo fatura e ujtë? Janë 3 fishe atyre që shpenzon ti ujë. 3 fishe. Pra, aty thot, për çdo metër kub ujë, ke 50 lekë vjetra, pra 500 lekë, 70 lekë është ujti. Edhe 50 lekë është largimi i ujrave, vete 120 lekë, pra 1200 lekë vjetra. Ti po merr 40% të vlerës për metër kub, po e merr vetëm për të larguar ujrat. Dhe kur bie shiti s'më largon mua ujë, se s'ke bërë gullimin, pra ti nuk ma kthe mbrapsht investimin. Atë taksë që më mbledh mua. Nuk ma kthe mbrapsht, më kthe shërbimin dhe më jep edhe kosto financiare. Po, se vin edhe pastaj si. Problemi kryesor është njëherë që duke mos shpall gjendjen, rrezikon që të bëhet ca të njerëkës e ca të nënës. Pra, edhe në qoftë se do ketë dëm shpërblim, mund të jetë selektiv. Dhe nuk janë pak rastet, dhe edhe në rastet edhe të mëparshme ne kemi dëgjuar raste të tilla. Problemi i dytë që shkaktohet. Fal, ata pjanecët që bëhen në ato domeve do dalin prapë në terren. Absolutisht, po besoj se do ketë kemi institucione qesharake. Muetim Begua. Po pra, domethënë mungesa mungesa e ekspertëve rezulton pastaj që të kemi disa individ, besoj se do kenë ndryshuar atë shishën e birrës, do keni shishe birre tjetër. Mund dalin Por ver 33.000 euro besoj se. Por mund të jenë do ta shikojmë sërish atë skenë. Problemi qëndron që në rastin më mirë sot ne po flasim në media, por me mbarimin e shirave dhe thjellimin e kohës, kjo do bëhet një lajm i vjetër, sa askush nuk do ta marrë vesh nëse janë marrë shpërblimet apo se nuk janë marrë dot shpërblimet. Kështu që kapitulli mbyllet me premtimin që neve do t'i bëjmë. Por ama asnjë gjë nuk e detyron shtetin, pra ligjërisht flasim, që t'i bëj këto vlerësime dhe pastaj shpërblime. Atëherë zgjidhjen e ka gjetë zotëria që i bëri protest. Por përmbytja e radhës, nëse, domethënë, problemi qëndron ne të lutemi që vërtet nuk do kemi katastrofa natyrore, sepse që shi do bjerë do nuk diskutohet. Por shi do ketë përmbytje. Absolutisht. Pra domethënë imagjinoje sa e rënd mund të jetë në rastin e një katastrofe. Do marrin në ndihmë ta banorëve, se po na ndjekin, ja kam domethënë. Unë jam njërë për të shpërblyer ose për të dëm shpërblyer dhe 100% masën e asaj popullate që është preku. 100%. Po kujdes. Jo nga lekët e taksa paguzve shqiptarë, që do thotë që bën një popull më të varfër, që do thotë që një herë të dytë, qoftë se vazhdon kjo mundësi, atë do thonë unë si taksa pagus apo si gjendje financiare ekonomike e kombit, unë do jem në nivel më poshtë. Pra do kemë mundësi ta paguaj. Po këto të paguajnë i dashur kalaja. Të paguajnë me 12 miliard eurot që kanë këta politikanti, që ka faktuar CIA, që e thanë 2-3 herë dhe pasaj hoqën, nuk e di si di. Por këta, politikanën shqiptarë, të gjithë së bashku, i kanë borës të populli 12 edhe disa prej tyre, që janë shumë di, nuk janë shumë pak, si do postaj që janë sot në uleqje, i kanë do total 12 miliard. Pra, në qofse me lekë të tyre, pasi ta vërtetoj prokuroria, spaku, ato letra që ka bërë zoti Shqipëria apo kushdo qytetar, sepse qytetari shqiptar duhet kuptojmë, Shqipëria funksionon ajo që ka thënë Shakespeare, o prapsi o dreq, vetëm se jo unë kam lindur për të ndrejt, po ky popull ka lindur të ndrejt. Pra aq kohë sa qeveria punon në prapaskena të tilla, o prapsi o dreq, është ky popull që duhet marri situatën dorë, thot edhe i madhi Abraham Nikon. Kur ligjet thyer nga qeveria, është populli që vendos këto ligje, që do të thotë që ky popull, e zonë se këta do kënaqen, sepse kanë dhe provojë të keqja në përmbytjen e parë dhe dytë, e thot një njeri i nderuar ka marrë 25% e tyre dhe 25% të sasisë që i takonte pra. Më kuptoj, kështu që çfarë pret më ky popull? Kur ti kuptove që s'ka marrë akoma, është miratuar. Po, është miratuar, po në rregull. Kur të vi. Ndërkohë që dysheku që është prish
duhet ndrruan brenda ditës, profesor, nuk do të presi 2 vjet. Sepse nuk e ku flen. Profesor, ta bëj pyetje me që e the këtë idenë, dhe unë jam pro kësaj, domethënë i 100% dëmshpërblim për banorët nga aparatë politikanë. Aparatë politikanë, Unë jam domethënë edhe kur politikani humb gjyqin përballë një specialisti i paguaj lekët vet, jo buxheti i shtetit. Për me mbrojtë qytetarin, dakor. Në rast se Belinda Balluku, me që është një akuzuar, parat që ka vjedh, i shpërndan tani këta të njerëzit, domethënë që janë përmbyt. Ke në i koment për këtë? Po unë kam që ti merren ato 2 jakte. Jo ti merren, jo, daj vetë ajo se s'ja merr kush. Deri tani po tregohet se s'ja merr kush. Jo, po më jemi po flasim faktikisht. Deri tani neve kemi treguar që s'ja marrin. Kjo vetë me i lind zemër, am kupton, po e bëj kështu tani. Zoti Kalaja. T'ja shpërndaj këtyre. Çfarë mendon ti për këtë? Që të shpërndaj me lind zemër vetë ajo. Asaj. Po kështu kemi arrit pra profesor, ai kupton çfarë pafuqi e kemi, se pra ne po ta bëjmë formë proteste pyetje. Atëherë hajde. Sepse këta po marrin zvar çdo lloj qytetari të punshëm. Çdo qytetari. Ti je inxhinier, kalo do ti tek tuneli Palasës? Tash i shpikon ujë. Po jo vetëm ujë, po s'ka hekur, Ka çelik brenda. Ore pak të e kuptoj, unë s'të po pajtu më vëlla. Sepse je i nderuar në profesionin tënd. Tash më lër mua në profesionin tim. Më lër mua ke gjeologjia pra. Ke ka ekur, s'ka ekur, që pikon shtëpia, më nuk ka çati. Ai tuneli, edhe një herë pra. Fakti që është nisur që nga 50 milionë, 70 milionë, përfundoi 190 milionë, 50 milionë të vjedhura si ato që ne shkëmbejmë kapët, kush e jep kapën, si 5000 lekë e përditshme shqiptare. Ndërkohë këtë po them pra, që këto që e ka të Çiprisë e vërtetuar nga gjolli prokuror me 100 gjegje shqiptare. Është e vërtetuar që këta kanë gabuar rend. Këta kanë blloku kanalet, këta kanë blloku që do vike e fundit, mbas s'ka rrallë të flas. Ta kuptosh, ta dëgjoj qytetar. Joni këtu. Këtu kamerë. Këtu kamerë, profesor. Po, jo këtu. Qofse të bie në dorë projekti Çubrilović ka 37 pika në 1937-ën, ku thuhet se si t'i nxihet jeta shqiptarit Kosovës. 1, 2, 3, 37. Unë i kam marrë ato, zoti Kalaja. Po. Edhe i kam ndërtuar në një kolon. 37 pikat. Dhe 37 nga anë e djatë, që është ky, ai shoku jot, janë morë si ka hequr dot një presë më bujë. Pra, e ka vënë tabel në kryeministria, e ka vënë tabel, edhe thot si plan, si program pune, që çfarë është pa bërë kjo, këtë do bëj, çfarë është pa bërë kjo, këtë do bëj, që t'ja unxi jetën shqiptarëve. Ti lutet këtyre shteteve që merrin shqiptar, si i tha komunistit anglez, merrni shqiptar çik më but, tamam që i thoshte serbi, i thoshte turkut atëre, merrni çik krijoni kushte, ta pranojnë, qoftë nuk duan ti të bosh me zor, këtë ka bërë, i ka dëbuar në ditë me herë. Ti ikën shqiptari dhe jo njeriu për një jetë më të mirë, po ti ikë dhe ai ka pronë. Ai që i mungon digniteti, i mungon liria në këtë vend, I mungon siguria. i mungon siguria. Ti as dorë të zotit, sa i pak shit dërgoj edhe ti u përmbyte. Aulon, aq i madh ishte shiu se ka dhe një element tjetër që semoria e informacionit për katastrofat që i përballen shqiptarët është pafund. Aq i fortë ishte shiu kësaj radhe, sa nuk arriti dot të shuante as zjarrin tek 5 maj. Pse është bërë 5 maj? Pse u bën? Domethënë ndërtohet. Se dëgjoj, dy element janë Dalim aty ku fa me ujë me zjarr. Dhe realisht të dy elementet ka përdorur se nuk është totalisht, është shumë e qartë. Dhe zoti Shigri, unë kam një libër që quhet, unë jam gjeolog, jam ambientalist, po le të themi inxhinier historie, jo historian, por çfarë mëson? Që ka një rregull që nuk është gjë katastrofa përpara ose në krahasim me post katastrofë. Pra njeriu vuan post tamam si sëmundjet e zemrës, nuk është gjë operacioni në zemër. Një 6 muaj një vit ka depresione i mbas zemrës. Po. Aty është e keqja ke rrugë nga ata të zemrës mbas operacioni, jo para i dhemi, vajti, shpëtoi. Edhe ka ndonjë masë digjati që të kenë ndonjë masë post konfliktual, po i quaj post katastrofë, se çfarë do bëjta me psikologjinë e fëmijëve,
me psikologjinë e grave, me psikologjinë e moshës vjetër, me atë biznesmen që ka humbur pasurinë djershën e viteve, me atë qytetar të thjeshtë që se vot do të më, nuk është biznesmen. Qytetar i thjeshtë, nuk e vot do të më Nuk është e pamundur. Pra, është e pamundur. Çfarë do bëjnë tani? Ke dëgjuar ti që t'i japi dikush në një fond, po këta s'e kanë mirë, këta nuk kanë as tarafë. Ta nuk kanë as shoqërim. Ky që unë ti gjej lek në kohën e tërmetit. Po tërmeti quhet katastrofë, dakor. Edhe ai ka gabimet e vetë, edhe ai nuk quhet ama, po le të themi në farë mënyrë quhet. Nëse kjo nuk quhet, prandaj nuk të ndihmon ai nuk. Ai e di që ti i vjetë, se i volla më. Kur të la ti i volla. Ti kryeministër, i volla lekët. Po ke rastin e tërmetit i dashur profesor. Për shembull, jam dëshmitar. Në Thuman, tërmeti që ka rënë në shtator ka shkaktuar krisje të gjithë mureve rrethuese të pallateve që ishin ndërtuar me parafabrikat në kohën e Enver Hoxhës, kohën e komunizmit, dhe të gjithë pra për të mos shpenzuar para i kanë shpallur të banueshme. Ndërkohë që unë personalisht në njërin nga pallatet që u shëmbën në tërmetin e 26 nëntorit, e fusja krahun komplet në të çarë të pallatit, në katin e parë. Dhe vazhdonte e çara nga kati i parë gjerë në katin e 5. Dhe i kishin shpallur të banueshme në shtator për të mos dëmë shpërblyer qytetarët, për të mos ju dhënë para, për të shkuar dikun tjetër. Kjo është vrasje shtetërore dhe futemi te pikat e Çubilloviçit. Po patjetër. Për të mbështetur edhe teorinë e profesor Sazanit. Do ketë përmbytje tjera në Durrës. Tani atë çka Se kështu është perspektiva tani ti realist. Fal që pa e thënë ka qapur, po unë kam qenë në kontakt me banorët këto ditë dhe edhe sot madje dhe frika më e madhe është çfarë do ndodhi nëse do ketë prapreshje dhe pritet realisht. Pritet në 2 javët e ardhshme pritet të ketë rreshje, uroj të mos jenë shumë mëdha. Dhe gjatë tani shfrytëzoj hapësirën mediatike për t'u bërë thirrje, ai sa kanë mundësi tani të rekuperojnë në këto ditë që kanë ngelur, të vazhdojnë dhe pastrojnë kanalet, merren me çka kanë mundësi të rikuperojnë në një pompë se ka dhe akuza dhe denoncime që jo të gjitha pompat kanë qenë rregull, jo që funksionon pra. Ata bëjnë çmos tani këto ditë që kanë ngelur, ti na shpëtoj se kjo nuk është më vetëm një problem, jo problem politik, kjo nuk është as fare, gjithë u mbytën. Nuk ishte aty ata që kanë votuar majtas, ata që kanë votuar djathtas nuk i ndau aty, i hyri edhe nuk pyeti fare. I shkaktroi financiarisht, psikologjikisht. Pra tani thirrja është për institucionet bëjnë detyrën, nuk i kërkojmë të bëjnë për te detyrës, jo. Ata që kanë detyrë, për ata që i marrin taksa, për ata që paguajnë, vetëm aq të bëjnë. Këto postimet e këtyre i ke pa që kanë dalë në terren duke takuar njerëzit, askush asnjë postim, asnjë foto nuk duket që ka përmbytje. Thjesht diskutim me qytetarët. Kam bërë një denoncim. Me Maringlenin deri këtu në ujë, këta nxjerrin foto thotë ja po i shikojmë këto për të. Por e jep situatën si është situata, se këtu është disi problem. Edhe sonte po të shkojmë në fshatrat ku kemi qenë ka ujë, edhe në fusha. Këtu. Olon, në video e parë denoncuese që kam bërë, ka nisur sepse kam parë tek rruga Vllazërimi, përballë 2 karburanteve që janë aty, ishte një puset dhe ishin këta AKMC-s, Autoriteti Kombëtar për Mbrojtjen Civile të ushtrisë, po pastronin disa puseta. Po pusetat ishin pastruar shumë më përpara, jo ditën e përmbytjes. Edhe kam bërë ato se ty zgjen pusetat që ka ujë. Edhe kam bërë një video që kam denoncuar që ishin disa punëtorë të shkret me plot fjalën. Me disa lopata që s'boni dot asnjë lloj gjëje, aty nuk kishin ato mjetet e duhura për të pastruar. Ta shkretet i kishin marrë me urdhër, i kishin nxjerr atje. Fotografi ishte? Ja, pa këtu do dal tani. Ndërkohë që më kaloi për BRIK, kryetaria e bashkisë zonja Emiriane Sako, ministri i mbrojtjes Spiro Vëngu dhe një fotograf. Nuk kam parë mediat më thanë që i kishin përzënë mediat aty. Jo, mediat nuk i pranojnë, ata e bëjnë vetë regjin, e filmojnë vetën dhe i transmetojnë sepse nuk pranojnë kritika gazetare. Fotografët ishin vetëm për të bërë foto që këta ishin në terren, që ishin aty, po çfarë do bënin ata tani? Kishte ndodhur më. Dushin marr masat më përpara, ku kanë marrë peticionin, dushin marr masat. Jo tani. Edhe shumë kohë më përpara. Më thot një inxhinier i ri, po inxhinier me mend tamu. Ndiqet ata pak një nga këta prefektët e Durrësit që ka qenë më përpara se ka thënë ta. Ne kemi pasur standard pune në datë 1 tetor, kanalet kulluese do të ishin gati. Edhe më tregoi foto kanalet. Punonin gjatë verës. Punonin edhe 1 tetor tha prisim shirat. Prisim shirat kur të vinin që të ishin kanalet gati. Ndërkohë që këta masi u mbytën erdhën aty për të punuar. Konkluzioni profesor që ta mbyll me ty. Kam të frikë. Mirë një konkluzion. Këta janë specialista që mos marrin përgjegjësi për veten e tyre. Po. Edhe bëjnë një faj më të madh
që pra unë kam prit tash që përmbytja tjetër mund të vijë normal, siç është një lloj shiu i zakonshëm, apo çik më i madh, më i furishëm. Dhe këta ti do harrojnë ti këto që ndodhin. Edhe do mbajmë gjallë atë që këtu është skandali ze skandali. Ti kishe banorët e Deli Orgji, kishin dalë tek ura dhe prishin daljen e Lumit Lana, se s'folën për Tiranën fare. Kishe dhe Tiranë. Pra, Lumi Lana besojnë që mund të sistemohet shumë kollaj. Këtu ka përmbytjet në Tiranë. Apo. Ke përmbytjen Durrës, Gjirokastër, Lezhë, Shkodër, Fier. Pra ty praktikisht është përmbyt gjysma Shqipërisë me një shiqëra. Apo nuk shpallet gjendja e jashtëzakonshme, banorët, unë jam dakord dhe me këtë do ta mbyll me mesazhin që tha profesori, që do ketë përmbytje tjetër dhe nuk du të bëjmë as orakullin as Kasandrën. Por kjo është e vërteta se ne dim situatën dhe do harrohen banorët që përmbyten kësaj rraje. Do zej përmbytjen dhe këta nuk do të bëjmë shpërblen dot për përmbytjen e parë, e dytën, e tretën me radhë. Më falni që jam kaq pesimist, unë jam natyrë optimiste, por kjo është situata, nderuar miq. Prandaj duhet me reagu, me i zonë derën bashkisë, me i kërku llogari që të vazhdoj puna që tani, që të hapen kanalet kulluese, mos ndërtohen biznese mbi kanalet kulluese, se kemi parë pamjet me dron Durrësit, çfarë skandali është. Por edhe në bashkitë të tjera, po më marr Durrësin këtu me që shoqëri dhe që do ta tregoja videot, këtu janë videot që janë horror. Merr. Nderuar miq, ky ishte emisioni im për natën e sotme, duke besuar që ju kemi shërbyer sadopak vërtetës dhe transparencës, edhe zëri qytetar, denoncimet që bëri pak më parë në studio, po edhe shumë mesazheve tjera që unë nuk i përgjigjem dot tani, por sigurisht që do t'i administroj. Unë do doja t'ju falenderoja shumë dhe njëkohësisht falenderoja edhe zotin Maringen Doçi që ishte me mua në studio, zotin Sazan Guri, zotin Shoqëri Mirtollari dhe zotin Sevin Seriani që ndan këto mendime për neve nga zonat e terrenit që kanë prekur. Dua t'ju kujtoj që ky emision ritransmetohet edhe nesër në orën 14:30 dhe në fundjavë. Ndërkohë, nuk më mbetet gjë tjetër veç se t'ju lë takimin e radhës të mërkurën e ardhshme në orën 20:00. Përpara se ta mbyll, do doja t'ju anoncoja 3 problematika kryesore të zonës së Fushkrujes, 2 prej tyre dhe 1 të rrugës Stafizës, për me kuptu realitetin dhe standardet e infrastrukturës që kemi pikërisht në këtë bashki dhe qytetarët në ç'gjendje jetojnë. Janë 3 kronika të shkurtra, ti ndjekim natën e mirë. Rruga është në këtë lloj forme siç ju tregova. Plerat janë këtu, ndërsa kryeministri në Tiranë thotë që do e fusë Shqipërinë në Europë. Hajde pak në Fushkruj dhe shiko Fushkrujën. Ju përshëndes gjithëve, ndodhem Fushkruj në një nga rrugët më të amortizuara të Fushkrujës. Shikojmë se si duhet makinat për me kalu, janë gropa për me hyr karrige mrena, ndodhem pikërisht te Kodra e Çelëve dhe çdo ditë kjo rrugë që përdoret nga rrituesit automjeteve, përgjithsisht që vinë këtu dhe përdorin këtë rrugë qoftë për të shkuar në shtëpinë e vet, qoftë për të shkuar drejt Tiranës, është një nga rrugët më të shkatruara të qytetit Fushkrujës, por ndoshta edhe të Shqipërisë në këtë lloj forme. Pra keni parasysh që dikur ka pas asfalt, tani është në të gjithë gjatësinë e saj në këtë lloj forme, kujdes, çdo ditë. Prandaj rruga deri te burgu është shtru. Unë nuk e kuptoj pse kjo pjesa tjetër nuk është shtru. A janë banorët të barabartë si ata që jetojnë më afër burgut ose më larg burgut, më afër qytetit ose më larg qytetit? Kjo është një nga lagjet e rëndësishme të Fushkrujës. Nuk është fshat Fushkruje, kujdes. Është lagje e Fushkrujës, ajo që quhet ndryshe Kodra e Çelëve. Ndodhem tek segmenti tjetër, pikërisht i rrugës Çelëve, për me kuptuar amortizimin që ka psuar kjo rrugë, është në të gjithë gjatësinë e saj kështu. Tani shikojmë anën tjetër. Këto janë gunga, gropa që gjithë makinat që kalojnë këtu shkojnë për shërbime. Po më thonin çunat që nuk i bin më për me shku në shtëpi këtej, po ndjekin një rrugë sikur me kap veshin këtë lloj forme. Tani sikur mos mjaftoi kjo, t'ju prezantoj pak me epideminë. Shikojmë mënyrën se si është Kodra e Çelëve, një nga lagjet më të rëndësishme të Fushkrujës, fisi Çela, fis shumë i rëndësishëm, duhet të thënë një nga fiset e para autoktone në Shqipëri, ka dhe fise tjera, por sigurisht që është një fis Fushkruj formues. Pra, shikojmë se si e kanë lënë këtë lloj forme dhe kjo nuk ka vetëm tani, unë e kam denoncuar edhe gjatë fushatës elektorale. Ndodhem në një segment tjetër të rrugës, pra shikojmë këto janë të gjithë gropa,
Gropat kanë qenë më të mëdha, por banorët janë treguar zgjut dhe i kanë mush vetë gropat. Shikoj me çfarë i kanë mush, me materiale inerte, me tjegulla të thyera, me tulla, me copa gurësh, me copa betoni. Shikojmë dhe këtu. Nga kalimi i makinave, kjo pjesë është shtruar vetë. Po imagjinoni sikur di pak shi. Këtu ndodhem tek kryqëzimi i burgut fushkrujës, pra pas shpinës time është burgu i fushkrujës, ndërkohë kjo pjesë që të lidh me qytetin është shtruar kohëve të fundit edhe pas denoncimeve që kemi bërë në fushat elektorale, ndërkohë pjesa e kodrës dervinëve është pikërisht në këtë lloj gjendje, siç e shikoni. Pra në gjithë gjatësinë e saj, që del tek rruga Krujës, është në këtë lloj gjendje. Këtu kemi të bëjmë me Korenë e Jugut. Tani 50 metra më tutje do t'ju prezantoj Korenë e Veriut. Të nderuar miq, ju përshëndes, ndodhem në qytetin e Fushkrujës në atë që quhet Vila 99. Jemi në rrugën nacionale midis Fushkrujës, pra këtej është Fushkruja, ndërsa pjesa tjetër të lidh në Krujë. Kjo është një nga punët e mira që është bërë, sepse është shtruar një rrugicë e cila duhet thënë gjatësinë e saj lineare është e shtruar deri në fund, ndërkohë që ja ka lehtësuar jetën qytetarëve. Ka qenë fakt i denoncim njëmi në kohën e fushatës, pikërisht për këtë rrugica. Por në gjatësinë e kësaj rrugice, majtas dhe djathtas nuk është e shtruar. Në fakt nuk është ky denoncimi im. Denoncimi im është se si ka mundësi që është e vetmja rrugicë në rrugën lineare që të çon për Krujë, ju do të keni mundësi të shikoni dhe rrugicat e tjera, që është e vetmja që është shtruar. Pra këtu kemi të bëjmë me Korenë e Jugut. Tani 50 metra më tutje do t'ju prezantoj Korenë e Veriut. Ta ndjekim tani në kohë reale. Pra do të masim hapat, siç e pat në gjithë gjatësinë e saj rruga është e shtruar aty dhe pa diskutim është bërë një punë e mirë, patjetër. Pavarësisht se cilësia e asfaltit le për dëshiruar, sepse unë e konspektova të gjithën dhe me atë që më kanë thënë inxhinierët, duhet një asfalt me trashësi më të madhe, jo 2-3 cm se ka mbaruar fushat elektorale. Tani shkojmë tek rrugica tjetër. Ja, bëjmë një kthes. Shikojmë. Pra, ishte një rrugicë paralele që ju prezantova pak më sipër, 50 metra më parë, tani vazhdojmë me rrugicën tjetër. Kjo është pamja rrugicës tjetër. A ka banor këtu që jetojnë? Besoj se po, ja shikojmë këto shtëpiat që janë këtu, janë shtëpiat atje, janë shtëpiat këtej nga të gjitha anët dhe rrugica në të gjithë gjatësinë e saj është në këtë lloj mënyre. Pra, faktikisht tani po ju prezantoj me Korenë e Veriut. Korea e Jugut dhe Korea e Veriut jetojnë në dy realitete në 50 metra të ndara. Fakt kaq është dhe kufiri që ndan dy Korenë. Megjithëse ata e kanë militarizuar, por unë mendoj që qytetarët duhet trajtohen të gjithë me dinjitet. Jo disa të nënës dhe disa të mjerkës. Është shumë e rëndësishme që të shtrohet çdo rrugicë. Pra ku ndryshojnë qytetarët e kësaj rrugice, që ju prezantova pak më herët që është e asfaltuar, me rrugicën që kam pas shpinës time apo qoftë me rrugicat e tjera. Nga ana tjetër që unë do u paraqes në video. Prandaj është një thirrje për bashkinë që i trajtoj qytetarët njësoj. Pra këtu ndodhem në vazhdimsinë që lidh Fushkrujën me Krujën. Jemi në rrugë kryesore, shiko. Kemi 5 metra asfalt, pastaj e gjithë rrugica vazhdon këtë lloj forme. Rruga nacionale është këtë lloj forme, siç e shikoni tani. Ta kapim nga ana tjetër. Uroj të kryen punime. Dua t'ju prezantoj me Ukrainën e bombarduar. Vetëm se nuk bëhet fjalë për rajonin e Donbasit, bëhet fjalë për rajonin e bombarduar të fshatit më të madh njësisë administrative Nikël. T'ju prezantoj pra me Tapizën. Pamja që ndodhet pas shpinës time i referohet liçenit të Tapizës, njësi administrative Nikël, Bashkia Krujë. Është në fakt një liçen historik i kësaj zone, është një pamje shumë e bukur, por rruga që të sjell për te ky liçen është skandaloze. Do ta ndjekim. Siç e shikoni dhe pas shpinës time, rruga gjendet në këtë lloj forme. Pra, edhe majtas, po edhe pjesa tjetër djathtas janë vendosur diku në qendër. Fakt kjo rrugë ka një trafik shumë të lartë, sepse bëhet fjalë për një popullsi shumë të madhe që kalon pikërisht në këtë zonë. Kjo është rruga kryesore që të çon për te liçeni i Tapizës dhe pak më tutje ndahen dy bashkitë me njëra tjetrën, Bashkia e Krujës nga njëra anë dhe Bashkia e Tiranës nga ana tjetër. Në fakt banorët, duke u nis dhe nga videot që un kam postuar, ku kam krahasuar disa rrugica me Korenë e Jugut dhe të Veriut, më kanë thënë që këtu nuk bëhet fjalë më për Korenë e Jugut dhe të Veriut. Tu bëhet fjalë për Ukrainën e bombarduar.
Dhe pjesa tjetër është Rusia, e cila është e rregulluar deri diku, pavarësisht se s'ka demokraci, po më thanë për infrastrukturën, ne krahasohemi me Ukrainën e bombarduar me rajonin e Donbasit apo rajonet e tjera. Shikojmë Majtas Meje është rruga kryesore që lidh Fushkrujën me Tiranën, është në fakt rruga që lidh Veriun me jugun, është rruga nacionale, pra jemi pikërisht tek djathtas Urës Tapizës. Ndërkohë rruga e këtij fshati që ju thash edhe herë tjetër ka një trafik shumë të madh, është në këtë lloj forme. Kujdes në gjithë gjatësinë e saj. Zgjodha këtë vend për të bërë këtë paraqitje sepse po ta shikoni nga të gjitha anët është në këtë lloj forme. Banorët më tregojnë që ju duhet që të shkojnë tek mekaniku makinës për t'i bërë shërbime makinës. Së pari dhe së dyti, duhet patjetër që të blejnë makina të larta, për shembull siç është kjo Foristrada që do kaloj tani, apo pjesa e furgonave që bëjnë pikërisht çdo ditë këtë lloj transporti. Unë gjykoj që bashkia duhet të jetë njësoj me të gjitha rrugët, pavarësisht se rruga e Kodrës Çelme skandal, rruga e Luzit është skandal. Po edhe rruga e Tapizës është e papranueshme që të jetë në këtë lloj forme. Imagjinoni kur bie shi, janë thellë dhe ujë në këtë lloj forme.